do të dëgjoni bisedën e Halit Sahitajt me Alan Tiger se si u zbulu identiteti i Faik Imerit nga ana e Halit Sahitajt. Kjo ndodhi gjatë një rrugtimi të tyre në Beograd. Duke udhëtuar me makinë, Halit Sahitaj ishte në rolin e shoferit dhe kur erdhën në dogan mes Hungarisë dhe Serbisë, Faiku e jep pasaportën për t'ja tregu doganierëve Halit Sahitajt, e qëtë gishtin mbi pasaport për ta mbuluar emrin e tij, por ky dyshon dhe kur i merr mbrapa pasaportat Haliti, po e shikon që ky nuk është Floriani, po është Faik Imeri. Madje Faik Imeri i lindur në Drenicë dhe është në shkollën fillore ka qenë shok klase me presidentin Hashim Thaçi. Pra gjatë rrugtimit për në Beograd, ky e zbulon identitetin real të Faik Imerit, të cilin ky gjithmonë e konsideronte si agent lartë CIA-s amerikane, sepse Faik Imeri më kishte thonë Faton Ramadanit, Sami Lushtakut, plot të tjerëve që ka kontaktuar në Kosovë, që jo vetëm që është agent i lartë i CIA-s amerikane, por ka marrë pjesë edhe në vrasjen e Usama bin Ladenit, pastaj ka marrë pjesë në arrestimin e Miloševićit, e plot pralla të tilla për t'i bindë njerëzit që ky është njeri i nivelit shumë të lartë dhe njeri VIP, do të thonë very important person. Edhe për ta bën historinë shumë më të besueshme, gjatë ardhjes tij, kur ky ka taku shumë njerëz, gazetar, komandant luftës, Faik Imeri është rujt nga mbrojtja e afërt e policisë të Kosovës. Pagesën këtyre policëve javë ka bon një biznismen i njohur i Kosovës, krahu i djathtë i Faik Imerit, mirë po ne, për shkaqe njerëzore, nuk dëshirojmë të zbulojmë identitetin e këtyre policëve, pasi që kanë qenë të detyruar për bukën e gojës, jashtë orarit punës të ruajnë Faik Imerin. Mirë po ky ka thonë njerëzve, a shihni që mu mbrojtja e afërt e liderëve politik po mbrojnë dhe unë jam dikushi. Edhe në fund desha me të pyet nëse mund na japësh emrin e këtij personi që ju thoni që është agent i CIA-s? Në fillim e kom kuptuar se ky person e ka emrin Florian. In the beginning I thought his name was Florian. Kurse më ka thonë se ka në Hag nickname Adidas. And his nickname is Adidas. Kurse kur kemi udhëtuar bashk në Serbi, unë kam qenë në makinë të e drejtu makinën, ma ka jep dokumentin e tina me prezentu doganierit, edhe kom pa emrin Faik Imeri. And when we were in Belgrade, I was driving the car, and he gave me his ID to pass it on to the customs person, and the name there was Faik Imeri. Imeri. Po, kurse në atë moment kur jem pa herën e parë me të, mu ka prezentu me një dokument profesional të CIA-s, e kom pa vetëm emrin Florian, po mbi emrin e ka mbyll me gisht. And when we made the first acquaintance with him, he showed me a CIA ID document. He covered the last name, but the name was Florian. Se në takime kur kem qenë në Belgjik, ai më ka qunë për safe house të CIA-s dhe për mu ka qenë qa kom pa në safe house, unë për mu o konë CIA, kom në shkru kontrata si bashkëpunëtor i CIA-s. Okay, because in Belgium, where he sent me in safe houses, and I am confident they were CIA safe houses, where I signed contracts with CIA. Okay, all right. Can you hold on just 1 second, please? Një sekond, lutem. Urnani. Okay, and just a couple of concluding questions. How did you
come into contact with this CIA agent in the first place? Një dy pyetje të fundit ta mbyllim. Si arrite domethënë në kontakt me këtë agentin e CIA-s? Ai më ka kontaktu mua. He got in touch with me. When was that? Kur ka ndodhur kjo? Në mes të muajt shkurt 2020-ën. So by middle of February 2020. And did he explain to you why he reached out to you instead of any number of other people? Dhe atë shpjegoi ty, po pse të kishte kontaktuar ty? Pse jo në një person tjetër? Cila ishte arsye? Zoti Alen, ma ka larë trunin shumë mirë se më ka kontaktu edhe kemi fol krejt kohën me të minimum 10 herë në ditje. Edhe i kom besu. Brainwashed me because we've been talking quite a lot, sometimes 20 times a day with him, and I believed him. Edhe sot besoj se është i CIA-s. And I still believe, even now, that he is a CIA person. But when he initially contacted you, did he explain why he reached out to you? Po në fillim kur të ka kontaktuar ty, ta shpjegoi ai pse, cila ishte arsyeja që po të kontaktonte pikërisht ty? Ai, po, më ka thonë, do më thonë në Kosovë, do intriga, do njerëzve, gazetarve, kështu, më kanë publikuar mu si jam shpion rus, vetëm për më marrë lek. Okay. So in Kosovo, like media intrigues going around, they were saying that I was allegedly a Russian spy. Dhe ai më ka thirrë të më bëj do pyetje se ai në përhetimet të CIA-s, edhe FBI, NSA, edhe krejt filma, ka pasë jo në s'kom lidhe me spionaz ruse, po vetëm po dojnë më marrë lek ata mu, edhe këtë do më ndihmu kë njeri. Mos harroni kanalin ton në YouTube me Milajm Zeken.